حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Falënderimi I takon Allahu Dhul Gjelali që na ka bërë prej dinit Islam. Salavatet dhe selamet janë mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tina, mbi shokët e tina dhe mbi gjithë ata të cilët kanë dëshmuar se Allahu është një dhe se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është I dërguari I fundit I tina në sipërfaqen e tokës. Ne që disa hudbe me radhë po spjegojna për cilësitë e njerëzve dhe fillu mas për herë me spjegu për cilësitë e pabesimtarve, pastaj folëm për cilësitë e dyftyrshave apo munafikëve, Allahu na ruaj pitinëve, e sot inshallah do të folmi për cilësitë e besimtarve. Inshallah Allahu dhul Gjelal na ban prej tinëve. Allahu dhul Gjelal besimtarët në Kur'an po I përmend na për shumë ajete. Ashtu që komplet një sure në Kur'an po e emërton me emrin El Mu'minun, besimtarët. E pastaj apet një sure tjetër El Mu'min, besimtari. E pastaj nuk ka sure që Allahu dhul Gjelal ju drejtohet njerëzis e mos me përmend ka një cilësi të besimtarit të mirë. Inshallah Allahu dhul Gjelal na ban prej tinëve. Por shumica e këtinve ajeteve kur folin për besimtarët sillen rreth një ajetit të cilën shpesh herë dietarët e përmendin përpara xhamatlive, I cili ajet thot innamal mu'minuna idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum. Besimtar janë ata që kur përmendet emri Allahu dhul Gjelal atinve ju rënqethen likurat. Me fjalë tjera, besimtar është qaj I cili qash shumë e donë Allahu dhul Gjelal që veç emri kur ju përmendet a I rënqethet prej dashnijës që ka I kanë dhe Allahu dhul Gjelal. Pastaj çka thot wa idha tuliyat alejhim ayatuhu zadatuhum imana. E kur besimtarve ju lexohen fjalët e Allahu dhul Gjelal atinve imani ju shtohet hala ma tepër. Kur besimtarve ju lexohen fjalët e Allahut atinve ju shtohet imani hala ma tepër, duke thonë një fjalë çka na dallon prej pa besimtarve edhe prej munafikëve, sami'na wa ata'na. O Allah, na I ndëgjum fjalët e tua edhe po I praktikojna fjalët e tua. Çka besimtari I cili kur e ndëgjon Allahun ju rënqethet likura, edhe kur I ngon fjalët e Allahut dhul Gjelal ju shtohet imani duke I pranua ato fjalë edhe duke I praktiku. E pastaj po kallzon për një cilësi e cila cilësi I dallon besimtar për jo besimtarve. Po thot Allahu dhul Gjelal në Kur'an alladhina yuqimuna as-salah. Besimtar janë ata të cilët e falin namazin. Nuk mundet dikush vetit me thonë që jam musliman e jam besimtar, a namazin nuk e fal. Pasi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pi u drejtohet sahabeve dhe po thot el ahdu bejnena wa bejnehum as-salah. Besa e jon. Besa. E ke pa kur thosh besa, bes.
Besa e jon çka është me fal namazin. Do thot çaj çka besimtar i ka dhënë besa Allahu dhul xhelal edhe e fal namazin. E pastaj po vazhdon hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilin hadith shpesh herë kur e thojna përpara xhamatit, si ulema e si dietar e si thirrsa, mundohemi mos me shpjegu bashkë tamam që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për çka? Duke u frigu që mos me prek mi danikan pi xhamatit. Ja mos me prek mi danikan i cili nuk i ka plotësu këto çështje bashkë tamam. Ndërsa hadithi është shumë i qartë, inshallah Allahu dhul xhelal na i fal gabimet mas për herë neve dietarëve, të cilët shpesh herë nuk pi komentojnë fjalët e Allahut tamam çish i ka zbritën, edhe fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam tamam çish i ka fol. Ndërsa hadithi është shumë i qartë, po thot el ahdu bainana wa bainahum as-salah. Faman tarakaha, që kjo pjesa e dytë, faman tarakaha faqad kafar. Ndërsa çaj i cili e lën namazin ka dal pi besimit. Apo ma mirë me fol shqip, që ashtu që shemor në navesh, ashtë bon qafir. Allah i na rujt. Allah i na rujt, o vlezën. Për atë arsye se mi thonë vetit musliman, e mi thonë vetit besimtar, duhet mi pas do cilësi. Janë do cilësi të mrenshme, të cilat kërkush nuk t'i sheh, po janë do cilësi t'jashme, të cilat shifën të muslimani. Po thot Allahu dhul xhelal në Kur'an, simahum fi wujuhihim min athari sujud. Shenjat e tinve janë në ballin e tinve. Shenjat e tinve janë në ballin e tinve pi çkahit prej sejdës çka e bojnë. Edhe e ke vre, e shef dani plak, pi 100 metra e merr veshja musliman. Nur ka në ftirën e tina. Ama kur e shet një qafir, Allah i na rujt, pin 200 metra e merr vesh që qafir është. Pse se s'ka dritë. Pse si ka ra Allah i të sejdë kur asnjëherë. Ndërsa drita në ftyrat e muslimanëve vjen pi sejdës të cilën Allahu dhul xhelal ja bojnë. E Allahu në këtë ajet Kur'an, edhe na për shumë ajete tjera që ka folin për cilësitë e besimtarit, çka po thot alladhina yuqimuna as-salah. Besimtar janë ata të cilët e falin namazin. Mas namazit çka është? Wa mimma razaqnahum yunfikun. Edhe piqasaj na çka na ju kemi dhënë atinve, ata nuk benojnë veç për vetin e vet, por e shpërndajnë çata çka Allahu dhul xhelal ja ka dhënë atinve. Çka musliman tamam. Alladhina yunfikuna fi sarra'i wad-dharra. Besimtar është çaj i cili jep kur ka dhe kur s'ka. Kur ka, jep, po edhe kur nuk ka, që për mës me lanë vllavin e vetë në gusht apo në hall, shkon merr borxh i jep për çka? Veç mi dal Zot, që kja besimtar tamam. Po çka thot? Wal kadhimin al ghaidh. Edhe besimtar është çaj i cili jep kur ka dhe kur s'ka, po edhe atë hidhrimin çka e ka në zemrën e vete, se nuk ka njeri i cili nuk nervozohet, na nuk jemi pi plastikës, edhe na jemi pi gjakit edhe pi mishit, por çka atë urrëtin të cilën e ka e hesht, e shun në vetveten e vet. Wal afina anin nas, edhe mundohet njerëzve me afal, me u gjet arsye. Me thonë, jo bes se ka pas për mu, po jo bes se ka pas me qëllim, po jo be ka bo hajgare. Muslimana qiki, i cili punë të mëdhoja i ban të vogla, e ato të vogla t'ja zgjason krejt. Musliman qaj i cili dil me falë, din me ju falë njerëzve, po din me falë namazin për Allah. Qka të bombe filoni, ashtë duke u falë. Kujna për ju falët, Allahu dhul xhelal. Po qaj qka Allahu t'ju falët, ju falë edhe njerëzve. Qaj qka Allahu t'i bjen sejdë, e ka morë vesh që Allahu është furnizu si kryesor, nuk e lidh punën me dunjojnë. Jep kur ka, po jep edhe kur nuk ka. Por besimtar kush është? Besimtar është qaj edhe cili ban gabime. Besimtar është qaj cili ban gabime. Po qaj cili ban gabim, qka ban? Ju më tekët që e ka bo gabim e lip falje prej Allahu dhul xhelal. E thot Allahu dhul xhelal, wa men yaghfiru dhunube illa Allah. E a ka kush
i cili fal gabimit përveç se Allahu dhul xhelal. Besimtari është çaj edhe kur ban gabim kërkon falje pi Allahu dhul xhelal, po edhe kur e ban gabimin nuk e gjon më matane me thonë, unë e dini çka kum bë. Po unë jam çaj që i kum shel kafanet, po unë jam çaj i cili kum bë filan në fistekin ja. E nan krijet të poshtë për gabimin të cilin e ka bërë dhe mo nuk e zgat ma shumë muhabetin me kallxue budallakin e vete, edhe me kallxu gjehlin e vet, edhe me kallxue glupostin e vet çka e ka bërë. Ja. Por besimtari edhe kur e ban gabimin e ul kokën, kërkon falje për Allahu dhul xhelal, e Allahu dhul xhelal ja fal atinve, inshallah Allahu dhul xhelal na ban pi atinve. Që kur bojna gabime, kërkojna falje, inshallah Allahu dhul xhelal na i fal. Po kthehemi te ajeti i parë, Allahu dhul xhelal po thot: "Wa ala rabbihim yatawakkalun." Besimtar taman është çaj i cili mbështetet në Allahun dhul xhelal. Ta i mbështetet se e din se aja është krijuesi i tina, aja është furnizuesi i tina. Aja është i cili e ka shtin dunjën dhe aja është i cili e nxjerr prej dunjës. A keni pa për Ibrahimin alayhi salam, kur shkon përpara Namrudit e i thot kush është, thot Allahi jot, thot Allahi jam është çaj i cili ma ka dhënë jetën edhe ma merr. Allahi jam është çaj i cili ma ka dhënë jetën edhe ma merr. Tha po edhe në muj mi a dhënë dikujna jetën edhe mi a morë. Po, ama tha Allah jam është çaj i cili e bjen dillin pi lindjes, ka perëndime. Në kofshti Allah, merë pi perëndimit e ktheve ka lindja. Thojnë djetarët, pse përmeni a thu këtë çështje? Për mi kallxu se janë do punë, nuk janë dorën tonë, për janë dorën e Allahu dhul xhelal. E pe përmen dillin, për shka? Për mi kallxu se me dill shumë gjona në dunjo, po morin gjallënim, edhe po hecin për para. Edhe mos më konë që ki dill, shka Allahu dhul xhelal e ka jaratu, e ka jaratis, as buk s'bujna me hangër në sipërfaqen e tokës. E i kallxoj që Allah jam që kja është, i cili i ka kriju krejt, për me shtin funksion, ti apet nuk përdon mizon besë Allahu dhul xhelal. Po përsëri kush? Besimtari i vërtet është çaj i cili u mbështetet Allahu dhul xhelal. Qëta njerëz të cilët Allahu dhul xhelal i mbështeten, këta janë pra ato besimtarët e vërtet tamam, të cilët kanë shkallë përpara Allahu dhul xhelal, deregje, nuk janë këtë besimtarët njësoj. Për atë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka folë për Ebu Bekrin, ka thonë sikurse imani i krejt sahabëve edhe njerëzve çka vinë tek të ditën e gjykimit me umat në vagë, edhe imani i Ebu Bekrit ka njëna anë, kishte me peshue imani i Ebu Bekrit. Nuk janë këtë besimtarët njësoj. Disa janë në shkallën e parë, disa dytën, disa tretën, e disa janë shumë naltë. Shumë naltë me qka? Me veprat e veta, me imanin e vetë, me bindjen e vete, me mbështetjen e Allahu dhul xhelal. Për atë arsye pra, çaj i cili ka vepra ma shumë, çaj do thot ngritet mesin ton. Çaj i cili ka punë të mira ma shumë, çaj ngritet mesin ton. Ama punë të mshefta na nuk i din, Allah i din. E kur e shohmi na në mesin ton se dikush ka shku për hir të Allahu dhul xhelal, e ka vizitu shtëpinë Allahu dhul xhelal, na i thojnë haxhi, e qesta në kryet venit. Dhe kur e shohmi danikan që janë dordhans, e ju ndihmon fukarave, e ndreq objekte fetare, e jep vakfe, i thojnë që janë gjymert, e qesta në kryet venit. E kur e shohmi dikan, i cili ka mësu fjalë të Allahu dhul xhelal për mensh, edhe i ka frikë Allahu dhul xhelal, i thojnë hafiz, e qesta në kryet venit, po në koftë edhe 10 vjet. Po në koftë edhe fëmijë i japna për parësi. Për shka? Për atë arsye se i ka mësu fjalë të Allahu dhul xhelal. Do thot me punë, me veprat të cilat ai ka bën, do thot na e qesmi përpara. Por Allahu dhul xhelal besimtarit i jep çka? Një mburojtje të madhe, një dritë të madhe, saqë pa besimtar apo edhe ato munafik pilar kur e shohin ju tutën imanit tina. Më shef rakin se po vjen filani, mos na shef. Shtini kartat në tavolinë se filani po vjen. Për shka e mshef a i rakin, nuk pututët për Allahit. Për shka e mshef kartën, nuk pututët për Allahit. Po pututët për qkahit? Për respektit qka e ka ndaj tyje se të kanë ngritë Allahu dhul xhelal në shkallë të larta. E që të respekt
të cilën Allahu Dhul Gjelal e mbjedh në zemrat e besimtarve, ajo vrehet në mesin ton. E për atë arsye kur dek dikush pi besimtarve, i cili janë burr i mirë shumë, xhamia nuk i zen ata të cilët vinë me lip falje për ta. E për hatër çasaj faljes të cilët besimtarët lipin për ta, Allahu Dhul Gjelal ja fal e ban pi xhenet live. E Allahu Dhul Gjelal ato besimtarët më të mirë të cilët janë i hip në gradat e kujna, në gradat e shahidëve, e në gradat e sinqertëve, e në gradat e pejgamberëve, inshallah Allahu Dhul Gjelal na ban pitinve. O vëllezër, cilësitë e besimtarëve janë të shumta, të cilat Allahu Dhul Gjelal i ka përmendur në Kur'an, po ma kryesore çka janë? Ma kryesoret janë me zonë bes Allahun edhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe fjalëve të Allahut edhe pejgamberit mos mi dal përpara, por më nënshtru fjalëve të Allahut edhe fjalëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çai i cili ju nënshtrohet fjalëve të Allahut edhe fjalëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që kjo është besimtari tamam, për të cilin Allahu Dhul Gjelal në Kur'an ka folë dhe ka thonë: "Wa man yabtaghi ghayra al-islami dina", çai i cili munohet me morë një din tjetër përveç se islamit, a islami nuk ka kur gjon tjetër përveç se fjala e Allahut edhe fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot falan yukbala min, nuk pranohet pitina. Allahu Dhul Gjelal na bof pjatinve çka i pranojnë fjalët e Allahut edhe fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e nuk shihna me mor fjalë tjera përveç fjalëve të Allahut edhe fjalëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Po du me përmend një hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në të cilin po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: kur ta shifni danikan që i viziton shtëpitë e Allahu Dhul Gjelal, dëshmoni për ta që është musliman. E unë o vëllezër po dëshmoj për juve krejt, të cilët keni gjetë kohë për me ardhe me zbukuru këtë xhami, që jeni prej muslimanëve. E lusë Allahu Dhul Gjelal që gabimet të cilat i kena, që nuk ka njerë pa gabime, Allahu me na fshi. Lusë Allahu Dhul Gjelal për hatër kësaj sejdë të cilën ja bojnë Allahu Dhul Gjelal, që borxhet të cilat i kena, Allahu me na i pastruhe. Lusë Allahu Dhul Gjelal që ata të cilët i kena lanon në për shtëpitë tona, gratë tona, e nanat e tona, e vllatë tona, të cilët nuk e kanë për obligim me ardhë në xhami, me na i drejtu ka hajri dhe ka e mira. Lusë Allahu Dhul Gjelal smutit tonë të cilët i kena, Allahu Dhul Gjelal me na i shëru. Lusë Allahu Dhul Gjelal dëburgostit tonë të cilët i kemi, të pafajshëm Allahu me i liru. Lusë Allahu Dhul Gjelal me na ngrit në deregje të larta, më konë shembulltyr për besimtarët dhe për musliman tjerë. Lusë Allahu Dhul Gjelal për hatër këti ezanit i cili kënohet në për xhamit e tona, edhe këti namazi i cili falet në për xhamit e tona, me na bon për atyre me të cilët Allahu Dhul Gjelal është razi. O vëllezër, është nder edhe krenari më konë robi Allahu Dhul Gjelal. Është nder edhe krenari Allahit mirat sejdë, se këtë kryje të cilën Allahu Dhul Gjelal ta ka kriju, edhe këtë mene të bukur të cilën Allahu Dhul Gjelal të ka dalu prej atinve të cilët nuk kanë men, miran sejdë kuna vetëm se atina që ka i takon edhe i meriton sejdëja. Inshallah Allahu Dhul Gjelal na ban prej tënve. Mos harroni se sot është ditë e xuma, ju bëhet shumë qefi. Allahu Dhul Gjelal kur e përmend mina Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, çai i cili një herë e përmend Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu edhe melaqet, çka nuk ja dina numrin se sa janë, ka 10 herë ty të përmendin. Për atë arsye pra e përmendim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam me salavatet mas gjedhura të cilat janë: Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kema salaita ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kema barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Rabbana
ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون